Nisja e sezonit turistik veror ka vënë në lëvizje operatorët turistik për plotësimin e strukturave me stafe. Mungesa e fuqisë punëtore vendase vjen të mbetet një nga sfidat kryesore për sektorin e turizmit, duke bërë që bizneset të orientohen drejt punësimeve të huajve për të mbuluar vendet vakante. Operatorët turistik në Durrës bashkëpunojnë me agjenci të ndryshme rekrutuese për të siguruar punonjës nga vendet e huaja, megjithatë problem mbetet kualifikimi i tyre dhe përshtatja me ritmin e punës në sektorin e hotelerisë turizmit. Kreu i shoqatës së hotelerisë turizmit në Durrës, Eduard Xhepa, thotë se shumicën e rasteve punonjësit e huaj nuk janë të kualifikuar dhe kërkojnë të paktën 6 muaj kohë për të sinkronizuar me stafin ekzistues. Kryesisht ne bazuke stafet shqiptar të kualifikuar dhe kryesisht kemi rekrutuar punonjës të huaj për të plotësuar vendet vakante që kemi në shërbimet e prapavijave apo në shërbimet e tjera ndihmëse. Kështu që deri diku është kriju një lloj situate ku të gjithë subjektet turistike po gjejnë mundësinë për të krijuar stafe, por që gjithmonë këto stafe, sidomos stafet e huaja, ne përveç se jemi të detyruar të plotësojmë kushtet e kontratës, sepse normalisht ato vijnë mbi bazë një kontrate, po ajo që ne na prek më shumë është që ne na duhet dhe një periudhë kohë minimalisht 6 mujore që këto punonjës ne duhet i trajnojmë, sepse nuk është se vinë me ato CV dhe me ato certifikatat të cilët prezantojnë. Kështu që them që kjo paraqet një vështirësi të madhe për gjithë subjektet turistike që punojnë vetëm sezonin e verës, sepse ka shumë në vija bregdetare shqiptare që hapën në prill edhe mbyllën në tetor. Për këto shteti megjithëse duhet patjetër të mendojë diçka që për një personel bazë të këtyre duhet patjetër për periudhën e dimrit duhet të ketë një pagë minimale dhe një siguracion që duhet subvencionojë, sepse është shumë vështirë të krijosh një staf të ri nga fillimi për një sezon të ri turistik. Dhe kjo pastaj vjen dhe sjell dhe atë pasojën e shërbimit jo të mirë, e standardit jo të mirë të shërbimit dhe shijen e keqe që mund t'i lejë turistit. Pra janë ca pika që duhet patjetër që të bëhet një koordinim i mirë dhe shteti duhet patjetër ndikojë ke kjo industri e cila jep shumë të ardhurat. Pavarësisht vështirësive me burimet njerëzore, Xhepa parashikon një sezon turistik të suksesshëm, nisur nga rezervimet e larta të kryera deri tani nga turistë të vendas dhe të huaj.